Shqipëria e re po vjen, pa algoritëm. Fjala e kryeministrit Edi Rama përpara ministrave dhe deputetëve të tij ishte ndërtuar mbi algoritëm, por jo si ai që Edi Rama ka në mendjen e tij. Algoritmi ishte shumë i thjeshtë, si duket i kërkuar me shpejtësi në përjetet e pafundme të teknologjisë. Fjalimin e gjatë kryesonte armiku algoritëm, i përmendur nga shefi i qeverisë 38 herë në një përpjekje sfilitëse për ta shënjuar dhe gozhduar atë si kundërshtarin kryesor të qeverisë, si armikun që po manipulon mira protestues. Fjala Shqipëri u përmend nga Rama 36 herë, ndërkohë që pritet të ishte kundërta. Mëtej fjalët kyçe vijnë përmes një renditjeje të zbetë si vetë fytyra e ministrit të jashtëm, fotoja e të cilit u bë virale sapo mbaroi mbledhja e Partisë Socialiste. Nëse ka diçka që Rama nuk e pranon në gjithë këtë histori është artikulimi Shqipëria e re, që vjen sa nga protestuesit, sa nga socialistët 24 karash, vjen dhe nga ish bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, paqsa edhe nga brenda partisë tij. Ka mesnesh edhe nga ata që pasi kanë rënë nga kali që thonë kalin me kpuc, të cilat i blen kur ishin hipur në kal. Propozojnë edhe marrëveshje të re për Shqipërinë. Po ku e kanë marrëveshjen? Nuk e kanë sjellë dhe jam i bindur se nuk do ta sjellë, tha Rama, duke ju referuar Elisa Spiropalit për Shqipërinë e re dhe Mariana Koçekun, deputetin e tij që doli e pavarur. Sikurse ka zakon shpesh, kryeministri Rama nuk lodhet shumë për gjetur gurë. E merr një ose ja japin dhe me të qellon 1, 2 edhe 3 zoq. Por doli huq. Elis as nuk e plagosi. Ajo nuk ja zgjati, ktheu përgjigje ekspres. Po, do ta kemi marrëveshjen e re për Shqipërinë. Partisë Socialiste i duhet të gjejë forcat të mbledh mendjen, të vet pastrohet, të bëhet më dinamike, më demokratike, më kompakt, për të mbetur gjithmonë e re, gjithmonë e pastër, pa zmërçe, pa ndryshçe, pa pelivanllëqe, shkruan ajo. Gati po e këshillonte mblidh mend te kokë. Rama nuk plagosi as ish deputeten e tij, Neomal Sorian Mariane, e cila pasi doli nga gardi i Partisë Socialiste, doli edhe në protestë. Ashtu pa zhurmë, pa buj, ju bashkua kauzës kryesore të protestës Shqipërisë së re. E çuditshme është që Rama nuk përfshin as Marianën dhe as Elisën në mesin e atyre që konsiderojnë pjesë algoritmit që saboton Shqipërinë. Në krah të Ardian Qori dhe Agron Shehit, për shefin e qeverisë janë Arta Dada dhe Detmir Bushati. Kjo është domethënëse. Arta Dada nuk është një kundërshtare tradicionale. Ajo është një nga figurat historike të Partisë Socialiste, pjesë e saj që nga themelimi dhe ish ministre e jashtme për shumë vite. Ilir Zela, një socialist i vjetër që nga koha e Forumit Rinor, shkruan se algoritmi nuk ndryshon dot jetën e përditshme. Detmir Bushati ka qenë ministri i jashtëm në një nga kabinetet e Ratmës dhe është një ndër figurat më të njohura socialiste në arenën ndërkombëtare. Duket se edhe kryeministri në mënyrë të drejtë po pranon se kritika ndaj tij, qeverisë së tij, por edhe të Partisë Socialiste nuk po vin vetëm nga kundërshtarët tradicional. Kritika po artikulojnë edhe figura që ishin ose janë pjesë së njëjtës histori politike. Megjithatë, dukshëm ekziston një dallim midis kritikës që vjen nga brenda strukturës së pushtetit dhe kritikës që shihet si pozicionimi i pavarur ndaj tij. Amaj Merusi që i bashkon Shqipëria e re, një kërkesë nga protesta për të cilën nuk pritet të ketë lëshime apo negociat. Për protestuesit si Berisha edhe Rama janë pjesë e politikës së vjetër dhe duhet të largohen. Kësaj kërkesë interesante i referohet edhe ish ministri i jashtëm Detmir Bushati, i cili prej kohësh ka marrë pozicionin e kritikuesit për modelin e qeverisjes dhe të ushtrimit të politikës në vend. Bushati shkruan: Shqipëria e re nuk është thjesht një aspirat, por një kapitull i pashmangsh. Qartazi kjo nuk është vetëm një frazë optimiste, ai nuk kupton se modeli aktual i zhvillimit konsiderohet i konsumuar dhe se vendi ka nevojë për një fazë të re politike dhe shoqërore. Nga ana tjetër, Elisa Spiropali përdor të njëjtin koncept por nga një pozicion krejt tjetër. Ajo është ende pjesë e qendrës së pushtetit dhe përdorimi i kësaj shprehje mund të interpretohet si thirrje për rinovim dhe reformim të sistemit nga brenda. Kështu e njëjta fjalë merr dy kuptime të ndryshme. Për Bushatin, Shqipëria e re duket si kapërcimi i një modeli. Për Spiropalin është më shumë transformim dhe përshtatje. Megjithatë, fakti që njëjti koncept përdoret nga figura me pozicione të ndryshme politike është i rëndësishëm. Për njohësit e kësaj fushë në politikë shpesh ndryshimet e mëdha fillojnë si ndryshime në gjuhë. Një ide fillimisht shfaqet në mënyrë sporadike, pastaj nis dhe përsëritet nga njerëz të ndryshëm, zyrtar dhe ish zyrtar, politikanë aktiv ose të tërhequr për momentin, derisa gradualisht ndrohet në një thirrje të re politike. Atëherë në një sfond protestash që nuk po ndalen me thirrje për kryeministrin dhe qeverinë e tij nga brenda dhe jashtë sistemit, nga brenda dhe jashtë Shqipërisë, a mund të themi se Rama po përballet me një front kundër tij? Vështirë se deri tani ekziston një front i bashkuar në kuptimin klasik, por duket një hapësirë e përbashkët pa kënaqësie që po eth rrenj. Brenda asaj gjen figura historike të PS-s, ish ministra, aktivistë të rinj, pjesëtar diasporës dhe qytetarë që nuk identifikohen me partitë tradicionale. Nuk janë dakord për gjithçka, ama ndajnë një shqetësim të përbashkët për mënyrën e qeverisjes dhe për drejtimin që ka marrë vendi. Pa frikë mund të thuhet se për Ramën kjo është sfida më e vështirë. Historia politike ka treguar se liderët rrallë do opsojnë vetëm nga opozita tradicionale. Ata vjen në provë kur rritet numri kritikëve që vijnë nga brenda historisë së tyre politike, kur shtohen zërat e pavarur dhe kur pjesë të ndryshme të shoqërisë fillojnë të zbrasin pa kënaqësi të akumuluara prej vitesh. Duke kërkuar ndryshime politik të re që nuk flet me korrupsionin dhe krimin. Vendi ynë është i vogël, pjellë histori të mëdha, shpesh që nuk parashikohen, ndaj ndoshta është ende e errët për të folur për ndryshim të afërt politik. Mbase protesta mund të zbehet, pa kënaqësia dhe zemërim mund kërkojnë forma apo rrugë të tjera. Por një gjë duket qartë, debati politik në Shqipëri nuk po zhvillohet më vetëm përmes qeverisë dhe opozitës tradicionale. Në lojë kanë hyrë qytetarët, të rinia, janë përfshirë figura historike të së ish ministra, aktivistë dhe diaspora e madhe. Që aq shumë janë anëtemuar nga qeveria dhe partia që qeveris. Prandaj Shqipëria e re mund vonoj, por do të vijë me patjetër. Yeah.